Kemi një thirrje tjetër të Berishës për 21 janarin. Në fakt, ky është një front tjetër i Berishës, një front me drejtësinë, por nuk besoj që ky është fronti kryesor i Berishës. Berisha në fakt ka disa të tillë, ka këtë të sapo hapurin e 21 janarit, ka frontin e hapur për sa i përket çështjes së klubit Partizani, dhe këto i ka me drejtësinë. Por personalisht mendoj që frontin më të madh Berisha e ka brenda Partisë Demokratike. Tashmë është e kuptueshme që Partia Demokratike ka të pamundur të fitojë zgjedhjet përballë një partie socialiste e cila i ka që të gjitha mekanizmat të certifikuara dhe të lubrifikuara. Është një parti e cila mbas 12 vjet në opozit që ka Berisha e ka shumë të vështirë ta thyej. Socialistët tashti ngjajnë më tepër me partinë e Orbanit, që është një parti e cila e ka pothuajse të sigurt çdo ndeshje elektorale, flitet që ka dalë një lëvizje e re, por nga e thëna në të bërë është në mes një lumi tërë. Cila është betejë reale e Berishës? Pra, tham 3 fronte, 21 janarin, çështjen Partizani, betejën me Ramën. Jo, betejë më e rëndësishme e Berishës është të mbajë Partinë Demokratike. Kemi parë që kanë dalë shumë zëra kundra Berishës. Një pjesë e atyre janë ata që vërtet mendojnë që mund të reformohet Partia Demokratike. Harrojnë që ajo nuk është Parti Demokratike, është Partia e Berishës. Ka shumë zëra që mendojnë që Berisha bën mirë qërinë atë vend, po duhet të ndrojë strategji. Harrojnë që Berisha ka të pamundur të ndrojë strategji për vetë faktin që është mësuar me këtë mënyrë të bërit politik. Berisha nuk ndryshon dot në këtë moshë. E ka të pamundur sepse nuk mund të gjej njerëz që ta mbështesin në këtë, domethënë të jenë në një kor me të, në unison me të, në një ndryshim radikal dhe shumë arsye të tjera. Kështu që është e pamundur të ndryshojë. Dhe pastaj janë ata që janë besnik të tij, fanatik të tij, që Berisha të thotë çfarë dojnë, ata duhen me Berishën sepse Berisha ju siguron prezencën në politikë, ju siguron njëkohësisht edhe një rrogë në parlament ose në drejtime të tjera, në benefitet që jep qenia opozita kryesore. E megjithatë betejë kryesore e Berishës sot është të mbajë Partinë Demokratike. I duhet Partia Demokratike për shumë arsye, për problemet që ka me drejtësinë, i duhet si një aktivitet ekonomik, i duhet edhe si një mënyrë për të trashëguar familjen e tij biologjike dhe politike. Kështu që ai është shumë i zënë me këtë. Duhet jemi të qartë që Partia Demokratike tashti është në një proces të fermentimi. Shumë veta i kanë të qartë që nuk vinë dot në pushtet. Nëse nuk arrin të gjejnë një pozicion komod midis Ramës dhe Berishës, e kanë të pamundur mbi jetesën. Dhe këta duan që të ndryshojë kjo. Të ndryshojë kjo, i thonë që të bëjnë një betejë me Berishën, betejë të cilën unë jam i bindur që nuk e bëjnë, sepse kur s'është bërë për 12 vjet, kur s'mundin dot lunin, imagjino të mundin Berishën. E megjithatë kjo është një betejë e Berishës. E dini pse është betejë? Sepse nuk ka luftëtar më të rrezikshëm se i dëshpëruari. Von Clausewitz thoshte që një kundërshtari gjithmonë lej një shteg tërheqje, përndryshe ai do luftoj si i tërbuar deri në fishekun e fundit, deri në pikën e fundit të gjakut, dhe do t'i shkaktoj kosto shumë të mëdha rrethuesit. Këta persona natyrisht janë të dëshpëruar dhe Berisha e ka shumë të vështirë betejën me ta, sepse ose duhet të hapi krahun, ose duhet të luftojë deri në fishekun e fundit për t'i mbajtur. Kjo ka për të prurë rrjedhje, hemoragji të Partisë Demokratike, sepse këta që do luftojnë deri në fishekun e fundit janë të njëjtët njerëz të cilët si armë do kenë të dëmtojnë sa më shumë Berishën, ta dëmtojnë edhe në fushatat elektorale. Kjo do bjerë një tkurrje të re të Partisë Demokratike, por për Berishën nuk kanë rëndësi numrat. Për Berishën ka rëndësi të mbajë kështjellën. Dhe pavarësisht kostove, Berisha besoi se doja dalë këtë, por megjithatë kjo është një betejë që do t'i shkaktoj një probleme të mëdha. Janë edhe këto të tjera 21 janari, unë s'mendoj që ka ndodhur ndonjë gjë me këtë çështjen e 21 janarit. Partizani, as për këtë nuk besoj se ka ndodhur gjë. Është
beteja që ka për të mbajtur Partinë Demokratike. Të gjithë dinë asnjë sa thotë. E megjithatë kjo është beteja reale ku neve në këto 3 vjet që i kanë mbetur Edi Ramës nuk do jemi prezent në betejat të përgjithshme, do kemi gjithmonë atë u bën zgjedhjet, spati standarde, na votën zgjedhjet, ja kjo fleta e votimit në një fshat të Peqinit kishte pa rregullsi, por Edi Rama do mbetet në pushtet. Dhe Berisha këtë e di, është politikan i zgjuar, politikan me eksperiencë, i mat forcat e veta. Ai betejën tash e ka të mbaj Partinë Demokratike. Kjo është një betejë të cilën ai e ka për jetë apo vdekje. Unë them që ka për të mbajtur Partinë Demokratike, por do mbaj një hije të zbet asaj Partie Demokratike që ka qenë dikur. Si gjithmonë në fund, ju rekomandoj të bëjeni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe kanalit Rubina Xhuka. Faleminderit.